Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër ka zhvilluar analizën vjetore të punës, duke raportuar mbi ngarkesa të gjyqësore dhe ecurinë e çështjeve gjatë vitit të kaluar. Pavarësisht volumit të lartë të dosjeve, është arritur që të gjykohen mijëra çështje, ndërsa një numër i konsiderueshëm mbeten ende në proces. Statistika tregon një trend të qëndrueshëm të kriminalitetit në qark, me një përqindje të ulët të veprave penale të rënda. Në njoftimin për shtyp, ky institucion ka relatuar këto statistika. Në total janë shqyrtuar 3434 çështje penale, kërkesë penale administrative, civile dhe familjare. Nga këto, 1209 çështje janë të mbartura nga viti 2023. 2225 çështje janë regjistruar të reja në vitin 2024. Nga totali çështjeve për të shqyrtuar, ka përfunduar gjykimi në vitin 2024 për 2236 çështje, ndërsa 1198 çështje kanë mbetur të papërfunduara dhe janë mbartur për të gjykuar në vitin 2025. Nga çështjet e gjykuara të natyrës penale gjatë vitit 2024 janë dënuar në total 259 persona, përfshirë 10 persona të mitur në konflikt me ligjin. Shqetësues për vitin 2024 është rritja e numrit të rasteve të dhunës në familje, që ka rritje krahasuar me vitin 2023. Vërehet gjithashtu se viktimat e dhunës në familje ka një numër të konsiderueshëm rastesh të cilët kërkojnë urdhër mbrojtje, por jo ndjekje penale. Në kategorinë civile, ka përfunduar gjykimi në total për 715 çështje, nga të cilat çështje familjare me palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 250 çështje. Çështje familjare pa palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 25 çështje. Marrëdhënie pune ka përfunduar gjykimi për 30 çështje. Çështje civile të përgjithshme pa palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 200 çështje. Çështje civile të përgjithshme me palë kundërshtare ka përfunduar gjykimi për 210 çështje. Gjatë vitit 2024, gjykata vlerëson bashkëpunimin me organet e prokurorisë, dhomës vendore të avokatisë, drejtorisë vendore të policisë, zyrës postare Gjirokastër e tjerë.